Të nderuar vëllezër dhe motra. Jo më kot, do më thënë folëm në hutben e sotme për këtë adhurim madhështor, sepse ne si musliman ose Myftinia e Tiranës ka marrë një nisëm në çdo xhami të Tiranës të bëjnë ndonjë thirrje për gjithë besimtarët që të kontribojnë sadopak nga ajo që Allahu xhele xhelalu i ka dhuruar, sepse këto kontribute do të shkojnë për aktivitetet që kryen Myftinia e Tiranës, që janë kurset me nxënësit, dhe elhamdulillah ka filluar një nisëm e madhe në xhamiat e Tiranës, ku shumë xhamia domethënë kanë filluar kurse me nxënës që i mësojnë fenë e Allahut, i afrojnë nëpër xhamia, aktivitete të ndryshme. Tjetër shkojnë aktivitet me jetimët, me ata fëmijë që kanë nevojë shumë të madhe, që u mungon ngrohtësia e prindit, e babës, dhe siç e dini, kush kujdeset për jetimin, vallai ka shpërblim jashtëzakonisht të madh tek Zoti xhele xhelalu, apo siç ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, që do të jetë me mu komshin xhenet, pra ai që kujdeset për jetimin, apo edhe nëse fërkon kokën e jetimit me dashamirësi, me dashuri, për çdo fije floku që ka ndonjë shpërblim. Prandaj unë ju bëj thirrje, sa të keni mundësi, ka ardhur dhe përfaqësuesi i Myftinisë, administratori këtu, sa të keni mundësi, jepni nga ajo që Allahu ju ka dhuruar, se vallai do të jeni pjesë e shpërblimit, pa ju munguar dhe pa ju paksuar fare absolutisht. Dhe inshallah do të përfitoni nga ato çka përmenda në ligjëratën e parë, dhe jo më kot t'ja u përmenda. Sepse Allahu i don bamirësit. Allahu i don bamirësit. Është fjala e Allahut xhele xhelalu në librin e tij Fisnik. Dhe ti bësh shkak për ngritjen e fesë Allahut. Bësh shkak për ngritjen e aktiviteteve që gjallërojnë fenë e Allahut. Prandaj vllai i dashur dhe motrë e nderuar, bëu pjesë e kësaj. Allahu na zëvëxhel elus me emrat e tij të bukur, me cilësitë të përsosura absolute, na bëjnë kontribus në hajër, na bëjnë pjesë në hajër, na bëjnë pjesë atje ku lartësohet feja e Allahut, fjala e tij, na bëj besimtar të devotshëm, të ndershëm, të dobishëm, ta bëj që të jetë i kënaqur me ne. Elus Allahu na zëvëxhel na mëshiroj të ndrejtojnë rrugën e drejtë,